Yasir Hasani ka shënuar për Istiklal në Championsin Aziatik. Futbollisti kombëtarës dyfishoi shifrat, ndërsa skuadra e Iranit e mbylli në avantazh 2-0 pjesën e parë ndaj Al Wehdat. Asistin për golin e Hasanit edhe Munir El Haddadi. Ky i fundit mbahet mend të përbesimin e madh që Barcelona kishte për të më parë. Istiklali bën punë vetëm fitoria pasi ka humbur 2 ndeshjet e para dhe është mënyra e vetme për të shpresuar te kualifikimi.